Një gjë shpirtin marrëndon, nuk e di as veç ka kam. Një gjë shpirtin marrëndon, nuk e di as veç ka kam. E një ta mënyrë i do të dhe shpirtin, të lutem Zot, dhe më ka dhe jetën që t'ju sprovoj për juve se kush për juve është ma dhe mirë. Njerëzit sot mungesën më të madhe që e kanë aspektin shpirtëror të tyre ka humbur. Falënderimet tona, lavdërimet i takojnë të vetëm nga Allah, të cilin falënderojmë dhe vetëm nga ndihmë dhe falje kërkojmë. Dërgojmë salavatet dhe selamet tona për të dashurin e zemrave tona Muhammedin, pasha dhe bekimi Allahu qoftë mbi të, mbi familjen e tij të ndershme e shokët e besnik, si dhe mbi çdo besimtare të cilët e ndjekun rrugën e tij deri në momentin e fundit të jetës së tyre. Të dashur vëllezër, hutbja sot titullohet qetësia shpirtërore. Të dashur vëllezër, Allahu njerën e ka krijuar nga dy komponentë, atë shpirtëror dhe ai material, ose nga ana materia dhe nga shpirti. Dhe njeriu duke qenë si krijesë e tillë që është e përbërë nga këto dy komponente, secilës prej tyre duhet t'i ofrojë atë që kërkon. Sikurse ofrohet trupit ushqimi për të mbetur njeriu ose për të jetuar, ushqehet njeriu ushqim dhe pije, e njëjta mënyrë i duhet edhe shpirtit që dhe ai ta merr ushqimin adekuat që do të jeti i përshtatshëm për të. Në mungesë të ushqimit njeriu sigurisht do të përfundojë, po edhe në mungesë të ushqimit shpirtëror, për dallim për atij trupor, shpirti vdes më ngadalë. Nëse njeriu për 3 ditë ose nëse njeriu për 5 minuta atje, sipas doktorëve, ose nëse gaboj kohën, kërkoj falje, nëse mbetet pa ajër, do t'i vdes truri. Atëherë momentin e tillë njeriu do të transferohet, do të vdes komplet, nga se qelizet e trurit s'ka mundësi të rinjallën. Për dallim për gjymtyrëve tjera të trupit, kur njeriu mund të lëndohet, mirë po ato e vrejmë se ajo plak ose ajo varë njeriu prapi i kthehet në gjendjen cilën ose i shëndoshet, kurohet ajo nga ajo plak. Të dashur vëllezër, dhe shpirti do të ketë plak të veta. Nga se vetë ardhja jonë këtë botë ka ardhur me një mision. Dhe thëtë Allahu në surën Al-Mulk, alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. O ju njerëz, Allahu është ai i cili ka krijuar vdekjen dhe ka përbrandur, i ka paraprirë me këtë me vdekje për me mos ekzistencën tonë. Dhe më ka dhënë jetën që t'ju sprovoj për juve se kush për juve është ma vepër mirë. Të dashur vëllezër, çdo fat që ne duhet ta kërkojmë sprovën, po atëherë kur të goditemi me sprovë, vëllërit e Zotit, se vërtet momentet e sprovës janë momente të vështira, jashtë normale së jetës njeriut, rrjedhës së jetës së njeriut. Vërtet ato sjellin brenga, sjellin telashe, sjellin derte, sjellin kokëdhëmje kështu me radhë. Po edhe njeriu në këto momente, çdo herë, sigurisht çdo herë, në veçanti këto momente duhet të jetë më i lidhur te Zoti, mirë po ta di se kur njeriu sprovohet, edhe rahmeti i Allahut është më afër tina. Që të kemë qetësi shpirtërore, kur do të mundet askush ta mrri përderisa nuk ka iman. Qetësia shpirtërore njeriu pikërisht në mënyrë absolute i vije për shkak për besimit të tina, për imanit që ai ka. Dhe sa më i bindur duhet të jetë, aq edhe më i bindur ose aq edhe më i qetë shpirtërisht do të jetë. Dhe sa më i fort në aspektin imanor që të jetë, aq më do të jetë edhe në aspektin tjetër fizik. Të dashur vëllezër, që njeriu të ketë qetësi shpirtërore vetën e vetë, jetën e tina, duhet ta ndërtojmë i bazën e fjalës La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah.
Të dashur vëllezër, sot në këto ditë kem njerëz të shumë, jo njerëz, po komplet familje që hyjnë në Islam, me burri, me gruan, me fëmijë, me gjithë çka i ka. Unë këtu du ta përmendi brëm, po komunikoj me një shok tonin, i cili jeton në Gjermani. Mirë po, gjatë verës, ai me këta Gjerman kanë qenë e ka folë gjumon këto xhamin tonë. Me 2 prej tyre. Edhe kur ka hyrë xhamia ka po që nuk është xhamia sikur se kisha. Dhe kur ka po gjithë i bën Allahut njëjtë, të hinë gjithë saf njëjtë. Gjithë bëjnë se ishte njëjtë. Gjithë i kënojnë surët njëjtë. Ngrohtësinë që e ka gjetë në xhami, afërsinë, përshëndetjen me njëri tjetrin, që çoni tash vëllezër. Çfarë do? Ne ndoshta shumë gjëra i bëjmë, po nuk i kushtojmë kujdes dhe nuk e dimë çka parasillet rreth neve, do sa të tjerë na vëzhgojnë me sy. Brem po thot hoç filani ai me gru, me djalë edhe me vajzë, komplet të gjithë dia kanë pranuar Islamin e musliman. Tash Allahu akbar. Thotë edhe ka vazhdu prej asaj që do ditë që ka falë namazin e xhumas të xhamit tonë, thotë duke përmend atë namaz, dhe duke përmend atë xhamat, dhe duke përmend ato momente, atë kënaqësi shpirtërore që kanë ditë gjatë kryerjes së namazit të xhumas. Thash subhanallahu, alhamdulillah, thash që s'ka marrë rënë për keq, thash Zot na rujt. Zot na rujt. Për këtë muslimanit të dashur vëllezër, duhet të jetë shembull. Njerëzit sot mungesën më të madhe që e kanë aspektin shpirtëror të tyre ka humbur. Të dashur vëllezër, njëri nuk mund të ngohet me pasuri. E as ta ushqen shpirtin e tij me pasuri. Nëse s'ka iman. Nëse ai nuk ka iman. Për këtë muslimani është shembull. Muslimani do të jetë shembull. Edhe ta dim se njerëzit më shumë na shikojnë se çka po bëjmë, se sa që na ndëgjojnë se çka po flasim. Ose me thamë më shkurt, njerëzit më shumë kanë me na ndëgjuar me syneve se sa me vesh. Se të gjithë shiqojnë njërën çfarë po vepron ai. A ka më mirë se sot dëgjosh se nga ky xhamat vjen dikush e fal namazin dhe bëhet musliman? Vallahi nuk ka. Unë personalisht jam di shumë mirë. Edhe kam falendëruar Zotin. Edhe kam rënë sejdë falënderimit Allahut për atë lëmë të mirë që më bëri. Këtë dashur vëllezër, muslimani duhet të jetë njëri që kufizohet me veten e tij. Po mjafton një mirë që më intereson për tjetër. Ja. Ky Islami nuk na mëson egoizëm. Ky na mëson çdo herë të jemi bashkë me grup me xhamat. Po pse vim na falim namazin me xhamat? Pse ka namazin me xhamat 27 herë vlerën më shumë se sa që kur ne jemi vetëm? Se afrohen zemrat. Afrohen muslimanët. E përshëndetin njëri tjetrin. I buzëqeshin njëri tjetrin. Qetësohen shpirtrat e njëri tjetrit. Lumë për atë që bëhet shkaktar, që dikush të përudhet, që dikush të drejtohet me këtë fe. Po ajo që mu më bën me unë i keq është se përderisa të tjerët po e kuptojnë se ky Islam është i vërtetë. Edhe në këtë Islam do gjendet qetësia shpirtërore. Dhe në këtë Islam është kënaqësia e dunjas dhe ahiretit. Po ne që jemi pasues të kësaj feje, a na ka moshë mendja neve halaje? A jemi hyrë në Islam ne, me gratë tona, edhe me fëmijët tonë? A kemi ditë qetësinë shpirtërore me këtë Islam ne, bashkëshortet tona dhe fëmijët tanë? Të dashur vëllezër, Allahu i ka folur mendjes së mirë vazhdimisht. I ka folur mendjes së mirë dhe është munduar që nëpërmjet fjalës tina së pari ta ushqen mendjen tonë. Që tani mos kesh problem shpirti jonë dhe zemra jonë dhe trupi jonë. Kur njëri do ta ushqen mendjen e tina,
së është Allahu i vetëm sundues, krijues, gjykues, atëherë edhe shpirti ju do të qetësohet, edhe zemra ju. Për këtë bëj thirrje vetës, pastaj gjithë vëllezëra ju kujtoj që të hyjmë në këtë Islam të nëzi, jo vetëm ne, po ne, me gratë tonë, me fëmijët tonë, sikur se ka barë ky musliman i ri, i cili nuk ka mjaftuar që të knaqet veç vetë, po është munduar që është munduar që me komplet familjen të jetë në Islam. Por kam qëllimin që ne, jo që jemi larg Islamit, jo që jemi jashtë Islamit, ne dhe ka nevojë një herë të hyjmë të, po ne që jemi këtë Islam, të jemi praktikues më të majtina. Të falmi ne, po dhe gratë tona, fëmijët tonë, edhe familjet tonë. Të falmi të jemi përkushtuar edhe ne, po dhe familjet tonë. Ta zbatojmë ligjin e Zotit edhe ne, po dhe familjet tonë. Të jemi moralshëm edhe ne, po dhe familjet tona. Të kemi karakter, të kemi iman, të kemi qetësi shpirtërore edhe ne, po dhe anëtarët familjes. Pse? Në këtë formë që të shijojmë të mirat e Allahut së bashku në xhenet, me komplet familjen tonë. Ai që kujdeset për anëtarën e familjes, ai do të jetojë me ta në xhenetin e Zotit i përhershëm. E lut Zotin që të na bën nga ata që të dëgjojnë fjalën dhe që ndjekun atë që është më e mira. Inshallah në hodën e tjetër do të vazhdojmë këtu ku jam me pikat dhe jem. Allahu na i fal gjunahet, na i mbulon të metat, na forcoft në këtë ditë. Allahu i fal mësuesit tan, xhallar tan, Allahu i fal prind tan, gjyshlit tan. Allahu na mëson që sikurse kemi bashkuar në këtë vend, na bashkon në xhenetin firdaus o Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Qul qawli hadha astaghfirullah li wa lakum astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Një gjë shpirtin marrën, nuk e di as veç ka kam. Një gjë shpirtin